Data 29 janar, Zanafilla, kapitulli 30. Kur Rakela pa që nuk po I bënte fëmijë Jakobit, e pati zili motrën e saj, dhe I tha Jakobit: "Më bëj me fëmijë, përndryshe unë do të vdes." Jakobi u mbush tër inat kundër Rakelës dhe I tha: "Se mos jam unë në vend të Perëndisë që nuk të lejon të kesh fëmijë?" Ajo u përgjigj: "Ja shërbësja ime Bilha, hyr tek ajo që ajo të lind mbi gjunjët e mi, kështu nëpërmjet saj do të mund të bëhe me fëmijë." Kështu ajo I dha për grua shërbyesin e vet Bilha dhe Jakobi hyri tek ajo. Dhe Bilha u ngjiz dhe I dha një bir Jakobit. Atëherë Rakela tha: "Perëndia më dha të drejtë. Ai dëgjoi gjithashtu zërin tim dhe më dha një bir." Prandaj I vuri emrin Dan. Pastaj Bilha, shërbyesja e Rakelës, u ngjiz përsëri dhe I lindi një bir të dytë Jakobit. Atëherë Rakela tha: "Kam luftuar shumë me motrën time dhe kam dalë fitimtare." Prandaj e quajti djalin Neftali. Por Lea, duke parë që nuk bënte më fëmijë, mori shërbyesin e saj, Zilpah, dhe ja dha për grua Jakobit. Kështu Zilpah, shërbyesja e Leas, I lindi një bir Jakobit dhe Lea tha: "Çfat?" dhe I vuri emrin Gad. Pastaj Zilpah, shërbëtore e Leas, I lindi Jakobit një bir të dytë dhe Lea tha: "Sa e lumtur jam, sepse gratë do të më quajnë të lumtur." Prandaj I vuri emrin Asher. Në kohën e korrjes së grurit, Rubeni doli dhe gjeti në fusha mandragora dhe ja çoi nënës së tij Leas. Atëherë Rakela I tha Leas: "Më jep dhe mua ca mandragora të birit tënd." Ajo përgjigj: "Të duket gjë e vogël që më more burrin dhe tani kërkon të marrësh edhe mandragorat e djalit tim?" Rakela tha: "Mirë pra, si shpërblim për mandragorat e birit tënd, sonte ai do të bjerë në shtrat me ty." Kur në mbrëmje Jakobi u kthye nga arat, Lea doli të takoj dhe I tha: "Duhet të hysh tek unë se të kam shtënë në dorë me mandragorat e birit tim." Kështu atë natë ai ra në shtrat me të. Kështu Perëndia ja plotësoi dëshirën Leas, e cila u ngjiz dhe I lindi Jakobit birin e pestë. Dhe ajo tha: "Perëndia më dha shpërblimin që më takonte, sepse I dhash shërbyesen time burrit tim." Dhe e quajti Isakar. Pastaj Lea u ngjiz përsëri dhe I dha Jakobit një bir të gjashtë. Atëherë Lea tha: "Perëndia më ka dhënë një dhunti të mirë, këtë radhë burri im do të banojë me mua sepse I kam lindur 6 bi." Dhe I vuri emrin Zabulon. Pastaj lindi një bi dhe e quajti Dina. Perëndia u kujtua edhe për Rakelën, dhe Perëndia ja plotësoi dëshirën dhe e bëri të frytshme. Kështu ajo u ngjiz dhe lindi një djalë dhe tha: "Perëndia e hoqi turpin tim." Dhe e quajti Jozef, duke thënë: "Zoti më shtoft një bir tjetër." Mbas lindjes së Jozefit nga Rakela, Jakobi I tha Labanit: "Më lejo të iki që të shkoj në shtëpinë time në vendin tim. Më jep gratë e mia dhe bijtë e mi, për të cilët të kam shërbyer dhe lërm të iki, pasi ti e njeh mirë shërbimin që të kam bërë." Por Labani I tha: "Në rast se kam gjetur hir në sytë e tu, qëndro, sepse kam prekur me dorë që Zoti më ka bekuar për shkakun tënd." Pastaj tha: "Ma cakto pagesën tënde dhe unë do të ta jap." Jakobi ju përgjigj: "Ti e di si të kam shërbyer dhe çfarë I ka ndodhur bagëtisë sate në duart e mia. Sepse ajo që ti kishe para se të vija unë ishte pak, por tani është rritur shumë dhe Zoti të ka bekuar kudo që kam qenë unë. Por tani kur do të punoj edhe për shtëpinë time?" Labani tha: "Sa duhet të jap?" Jakobi ju përgjigj: "Nuk duhet të më japësh asgjë. Në qoftë se ti do të bësh atë që po të them, do të mbetem këtu për të kullotur kopet tua dhe për të kujdesur për to. Do të kaloj ditën e sotme në mes tër kopeve të tua dhe do të veçoj të gjitha kafshët laramane dhe pikalarme, të gjithë qengjat e zinj dhe të gjithë dhit lara lara ose pika pika. Dhe këto kafsh do të jenë pagesa ime. Kështu tani e tutje, ndershmëria ime do të përgjigjet para teje për personin tim, kur do të vish të kontrollosh pagesën time. Çdo bagëti që nuk është laramane, a me pika midis dhive dhe çdo qengjë jo I zi, do të quhet I vjedhur po të gjendet pranë meje." Labani tha: "Mirë, le të bëhet ashtu si thua ti." Dhe po atë ditë veçoi cjept via via dhe me pika, dhe të gjitha dhit laramane dhe pika pika, çdo bagëti që kishte një njoll të bardhë, apo çdo dele e zezë midis dhenve, dhe u ala bive të vet. Dhe Labani vendosi një distancë prej 3 ditësh me këmbë midis vetes së tij dhe Jakobit, dhe Jakobi kulloste pjesën që mbeti nga kopet e Labanit. Dhe Jakobi mori disa purteka të njoma plepi, bajameje dhe rapi. U bëri disa zhvoshkje
duke zbuluar të bardhën e purtekave. Pastaj I vendosi purteka që kishte zhvoshkur që të shikoheshin nga dhent në korit, domethënë në vendet ku kopet vinin për të pirë ujë, dhe kafshët vinin në afsh kur vinin për të pirë. Kështu, kafshët vinin në afsh përpara purtekave dhe pillnin qëngja via, lara dhe pika. Pastaj Jakobi I veçonte këta qëngja dhe bënte që kopet t'i kthenin syt nga kafshët via dhe nga tër ato të zeza në kopen e Labanit. Ai formoi kështu kopete veçanta që nuk I bashkoi me kopet e Labanit. Por ndodhte që sa herë kafshët e fuqishme të kopes vinin në afsh, Jakobi I vinte purtekat në korit paradeleve në mënyrë që këto të hynin në afsh afër purtekave. Por kur kafshët e kopes ishin të dobta, nuk I vinte ato, kështu që qengjat e dobët ishin të Labanit dhe ata të shëndoshët të Jakobit. Kështu ai u bë shumë I pasur dhe pati një numër të madh kopesh, shërbëtoresh, devesh dhe gomeresh. Marku, kapitulli I parë. Fillimi I ungjillit të Jezu Krishtit, birit të Perëndis. Ashtu si është shkruar te profetët. Ja, unë po dërgoj para fytyrës sate lajmëtarin tim, që do të përgatit udhën tënde përpara teje. Zëri I atij që bërtet në shkretë e tir, përgatitni udhën e Zotit, drejtoni shtigjet e tij. Gjoni erdhi në shkretë e tir duke pagzuar dhe duke predikuar një pagzim pendese për faljen e mëkateve. Dhe gjithë vendi Judes dhe ata nga Jeruzalemi shkonin tek ai dhe pagëzoheshin të gjithë nga ai në lumin Jordan, duke rrëfyer mëkatet e tyre. Por Gjoni ishte I veshur me lesh dhe veje, dhe me një brez lëkure për rreth ijeve dhe hante karkaleca dhe mjalë të egër. Dhe predikonte duke thënë: Pas meje po vjen një që është më I fortë se unë nuk jam I denjë as të ulem para tij për t'i zgjidhur rripat e sandaleve të tij. Unë ju pagëzova me ujë, ndërsa ai do t'ju pagëzoj me frymën e shenjtë. Dhe ndodhin ato ditë që Jezusi erdhi nga Nazareti I Galiles dhe u pagëzua nga Gjoni në Jordan. Dhe menjëherë kur po dilte nga uji, pas e qiejt po hapeshin dhe fryma po zbriste mbi të si pullumb. Dhe një zë erdhi nga qiejt: Ti je biri im I dashur, në të cilin gjeta pëlqim. Dhe fill pas kësaj, fryma e çoi në shkretë e tir, dhe ishte atje në shkretë e tir 40 ditë I tunduar nga Satani, dhe ishte bashkë me bishajt dhe ëngjëjt I shërbenin. Përpasi u burgos Gjoni, Jezusi erdhi në Galile duke predikuar ungjillin e mbretërisë së Perëndis dhe duke thënë: U mbush koha dhe mbretëria e Perëndisë është afër. Pendohuni dhe besoni në ungjillin. Por ndërsa po kalonte buzdetit të Galiles, ai pa Simonin dhe Andrean, vëllain e tij, të cilët po hidhnin rrjetën në det sepse ishin peshkatar. Dhe Jezusi u tha atyre: Ejani pas meje, dhe unë do t'ju bëj peshkatar njerëzish. Dhe ata I lanë menjëherë rrjetat dhe e ndoqën. Dhe mbasi eci edhe pak, pa Jakobin, birin e Zebedeut dhe Gjonin, vëllain e tij, të cilët ndreqnin rrjetat e tyre në bark, dhe I thirri menjëherë, dhe ata e lanë atin e tyre Zebedeu në bark me mëditësit dhe shkuan pas tij. Dhe hynë në Kapernaum dhe menjëherë të shtunën ai hyri në sinagogë dhe dha mësim. Dhe njerëzit habiteshin nga doktrina e tij sepse ai mësonte si një që ka pushtet dhe jo si skribët. Dhe në sinagogën e tyre ishte një njeri I pushtuar nga një frymë ndyr, I cili filloi të bërtas duke thënë: Mjerë, çka midis nesh dhe teje, o Jezus Nazarenas? A erdhe të na shkatërrosh? Unë e di kush je, I shenjti I Perëndis. Dhe Jezusi e qortoi duke thënë: Hesht dhe dil prej tij. Dhe fryma e ndyr, pasi e përpëliti dhe si lëshoi një britmë të madhe, doli prej tij. Dhe të gjithu mahnitën aq shumë sa që pyesnin njëri tjetrin duke thënë: Çfarë është kjo? Çfarë doktrinë e re që nga kjo? Ky urdhëroka me autoritet dhe frymrat e ndyra dhe I binden. Dhe fama e tij u përhap menjëherë në mbar krahinën për rreth Galiles. Sa po dolën nga sinagoga, erdhën në shtëpinë e Simonit dhe të Andreas me Jakobin dhe Gjonin. Por vjehra e Simonit ishte në shtrat me ethe dhe ata menjëherë I folën për të. Atëherë ai u afrua, e kapi për dorë dhe e ngriti. Menjëherë ethet e lanë dhe ajo nisi t'ju shërbej. Por në mbrëmje, pas perëndimit të diellit, I prun të gjithë të sëmurë dhe të demonizuarit, dhe gjithë qyteti ishte mbledhur tek dera. Ai shëroi shumë që rëngoni nga sëmundje të ndryshme dhe doboi shumë demon, dhe nuk I lejoi demonët të flisnin sepse ata e njihnin. Dhe të nesërmen në mëngjes, kur ende ishte shumë errët,
Jezusi u ngrit, doli dhe shkoi në një vend të vetmuar dhe atje u lut. Dhe Simoni dhe ata që ishin me të ju vu nga pas. Dhe kur e gjetën i thanë, të gjithë po të kërkojnë. Dhe ai u tha atyre, le të shkojmë në fshatrat e afërm që të predikoj edhe atje, sepse për këtë kam ardhur. Dhe predikonte nëpër sinagogat e tyre në gjithë Galilen dhe të bonte demonët. Dhe erdhi tek ai një lebroz, duke ju lutur, duke rënë në gjunjë dhe duke i thënë, po të duash, ti mund më pastrosh. Dhe Jezusi pati dëmshuri, shtriu dorën, e preku dhe i tha, po, dua, qofshi pastruar. Dhe posa tha këto me njëherë lebra e la dhe ai u shërua. Pastaj, pasi e paralajmëroi rreptësisht, me njëherë nxori jashtë duke i thënë, ruhu se i tregon gjën do kujt, përshko, paraqitu te prifti dhe ofro për pastrimin tënd sa ka urdhëruar Mojsiu si dëshmi për ta. Por ai, pasi doli, filloi ta shpall dhe ta përhap fort fjalën, saqë Jezusi nuk mund të hynte më haptas në qytet, por qëndronte përjashta nëpër vendet vetmuara, dhe nga çdo anë erdhën tek ai. Libri i Esterit, kapitulli 6. Atë natë, mbreti nuk e zinte gjumi. Atëherë urdhëroi që t'i sillnin librin e ngjarjeve për të mbajtur mend, kronikat, dhe u lexua para mbretit. U gjetë shkruar që Mardokeu kishte denoncuar Bigthanan dhe Tereshin, dy eunukët e mbretit midis dertarëve që kishin kërkuar të shtrinin dorën kundër mbretit Asuero. Atëherë mbreti pyeti, çfarë nderimi dhe shpërblimi ju dha Mardokeut për këtë? Shërbëtorët e mbretit që i shërbenin u përgjigjen, nuk u bë asgjë për të. Atëherë mbreti tha, kush është në obor? Hamani sapo kishte hyrë në oborrin e jashtëm të pallatit të mbretit për t'i kërkuar mbretit që ta varte Mardokeu në trekëmshin që kishte përgatitur për të. Shërbëtorët e mbretit ju përgjigjen, ja, Hamani është në obor. Mbreti tha, lërini të hyj. Atëherë Hamani hyri dhe mbreti i tha, çfarë duhet i bëhet një njeriu që mbreti dëshiron ta nderojë? Hamani mendoi në zemër të vet, cilin do të donte të nderonte mbreti më shumë se mua? Hamani u përgjigj mbretit, për njeriun që mbreti dëshiron të nderojë, të merret rroba mbretërore që ka veshur mbreti dhe kali mbi të cilin ka hipur dhe të vihet mbi kokën e tij një kuror mbretërore. Ti dorëzohet rroba dhe kali njërit prej princave më fisnik të mbretit dhe ti vishen rrobat njeriu që mbreti dëshiron të nderojë. Pastaj të çohet me kal nëpër rrugët e qytetit dhe të shpallet para tij. Kështu veprohet me njeriu që mbreti dëshiron të nderojë. Atëherë mbreti i tha Hamanit, shpejto, merr rrobën dhe kalin siç the, dhe vepro kështu me judeun Mardoke, që rri ulur pranë portës së mbretit. Mos lër pa kryer asgjë nga ato që ke thënë. Hamani mori pra rrobën dhe kalin, ja veshi Mardokeut rrobën dhe e çoi me kal nëpër rrugët e qytetit, duke shpallur para tij. Kështu veprohet me njeriu që mbreti dëshiron të nderojë. Pastaj Mardokeu kthye te porta e mbretit, por Hamani nxitoi të kthehet në shtëpinë e vet, i pikëlluar dhe kokmbuluar. Hamani i tregoi bashkëshortës së tij Zeresh dhe gjithë miqve të tij të gjitha sa i kishin ngjarë. Atëherë njerëzit e urtë dhe gruaja e tij Zeresh i thanë, në qoftë se Mardokeu para të cilit ke filluar të biesh është nga fisi i judeve, ti nuk do të arrish të fitosh kundër tij, por do të rrëzohesh plotësisht para tij. Ata po flisnin ende me të, kur arritën eunukët e mbretit, të cilët nxituan ta çonin Hamanin në banketin që Esteri i kishte përgatitur. Romakëve, kapitulli i parë. Pali, shërbëtor i Jezu Krishtit, i thirrur apostull, i vequar për ungjillin e Perëndisë, që ai kishte premtuar më parë me anë të profetëve të tij në shkrimet e shenjta, lidhur me birin e tij, të lindur nga fara e Davidit sipas mishit, i caktuar biri i Perëndisë me fuqi, sipas frymës së shenjtërisë, nëpërmjet ringjalljes prej së vdekurish, Jezu Krishti, Zoti ynë, me anë të cilit ne kemi marrë hir dhe apostullim për bindje në besim midis të gjithë kombëve për emrin e tij, ndër të cilët jeni edhe ju të thirrur nga Jezu Krishti. Të gjithëve që janë në Rom, të dashur nga Perëndia, të thirrur si shenjtor, hir mbi ju dhe paqe nga Perëndia Ati ynë e nga Zoti Jezu Krisht. Së pari e falenderoj Perëndin tim me anë të Jezu Krishtit për të gjithë ju, sepse për besimin tuaj është folur në të gjithë botën.
sepse Perëndia, të cilit unë i shërbej me frymën time në ungjillin e birit të tij, është dëshmitari im që unë nuk pushoj kurrë t'ju kujtoj, duke kërkuar vazhdimisht në lutjet e mia që mbase të më bëhet mbar një herë sipas vullnetit të Perëndisë, të vi te ju, sepse unë dëshiroj fort ju shoh që të ndaj me ju ndonjë dhunti frymërore që të forcoheni. Dhe kjo është që unë të ngushëllohem bashkë me ju, me anë të besimit që e kemi të përbashkët, tuajin dhe timin. Vëllezër, por unë nuk dua që të mos e dini se shumë herë kisha ndërmend të vija te ju që të kem ndonjë fryt midis jush, siç kam pasur midis kombeve të tjerë, por deri tash kam qenë i penguar. Unë jam debitor grekëve dhe barbarëve, të urtëve dhe të paditurve. Kështu, aq sa varet nga unë, jam gati t'ju predikoj ungjillin edhe juve që jeni në Rom. Sepse unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse ajo është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cilit do që beson, më parë judeun e pastaj grekun. Sepse drejtësia e Perëndisë është zbuluar në të prej besimit në besim, siç është shkruar, i drejti do të jetojë prej besimit. Sepse zemërimi i Perëndisë zbulohet nga qielli mbi çdo pabesi e padrejtësi të njerëzve, që mbysin të vërtetën në padrejtësi. Sepse ajo që mund të dihet për Perëndin është bërë e dukshme në ta, sepse Perëndia u ka shfaqur atyre. Sepse cilësitë e tij të padukshme, fuqia e tij e përjetshme dhe hyjnia e tij, duke qenë të dukshme nëpërmjet veprave të tij që nga krijimi i botës shihen qartë, me qëllim që ata të jenë të pashfaqësueshëm. Sepse megjithse e njohën Perëndin, nuk e përlëvduan as e falenderuan si Perëndi. Përkundrazi, u bën të pamend në arsyetimet e tyre dhe zemra e tyre pa gjykim u errësua. Duke e deklaruar veten të urtë, u bën të marr dhe e ndorruan lavdinë e Perëndisë së paprishëm në një shëmbëllim të ngjashëm me atë të një njeriu të prishëm, të shpendëve, të katërkëmshave dhe të rrëshqanorëve. Prandaj edhe Perëndia i dorëzoi në papastërtitë në epshet e zemrave të tyre për të çndëruar trupat e tyre në mes vetë atyre, që e shndërruan të vërtetën e Perëndisë në gënjeshtër dhe adhuruan e i shërbyen krijesës në vend të krijuesit që është i bekuar për jetë. Amen. Prandaj, Perëndia i dorëzoi ata në pasione të turpshme, sepse edhe femrat e tyre i shndërruan marrëdhëniet natyrore në atë që është kundër natyrës. Në të njëjtën mënyrë, burrat, duke lënë marrëdhëniet e natyrshme me gruan, u ndezën në epshin e tyre për njëri tjetrin, duke kryer akte të pandershme, meshkuj me meshkuj, duke marrë në vetvete shpagimin e duhur për përdaljen e tyre. Dhe meqense nuk e quajtën me vend të njohin Perëndin, Perëndia i dorëzoi në një mendje të çoroditur për të bërë gjëra të pahishme, duke qenë të mbushur me çdo padrejtësi, kurvërim, ligësi, lakmi, mbrapshti, plotësmirë, vrasje, grindje, mashtrim, poshtërsi, thashe themegjinj, shpifës, armiq të Perëndisë, fyes, mendje mdhenj, burravec, trillues ligësish, të pabindur ndaj prindërve, të paarsyeshëm, të pabes, pa dashuri të natyrshme, të papajtueshëm, të pamëshirshëm. Ata ndonse e kanë njohur dekretin e drejtë të Perëndisë, sipas të cilit ata që bëjnë gjëra të tilla meritojnë vdekjen, jo vetëm i bëjnë, por miratojnë edhe ata që i kryejnë.